Mu, une nuk I kom lonë me mandru, ti I ki lonë me tha ndru. Meçk, gubejk, ru, meçk, gubejk. Ja, ky s'është në Terezi, përfundimisht ky ka ikur. Nuk e di. Ka ikur se ti, do me thënë, nuk e di, është bërë I frikshëm. Meçk, e di që është meçk? Apo jo? Tani me ajë që u futa unë bas e kam të gabuar. Gbejk, nuk e di se që ishe e tjetër, gbejk. Po kjo meçk, kjo ishe buqe. Edhe si kur me e keqa me qenë, do më thënë për hirë të respitet, do më thënë ta lësh pak lojën me një anë, meçk është buqe, për zotin është buqe. E di qarë do bëhet, e di qarë ka për të bërë. Nëse ky nuk përjashtohet deri nesër, pas nesër, po maksimumit premten. Opinionistët, për shembull, do shfaqin talentin e tyre duke bërë të prekurin e dynjas, po qysh I flet ti një zonja ashtu, apo do filloj bana, do bëj moralisten, a dion duhet të vi turp, sinqerisht, më ka ardhur turp kur I kam dëgjuar në televizor, këto jallafet e banës, e malit, e Arminës, do shfaqin talentin e tyre duke bërë moralisten, ose moralistin, edhe duke të indinjuar, do më të prekur nga situata e Adit, që publiku t'ja bëj kështu, po ne publiku e dim gjë, pa I publiku në studio duhet të ketë se me lekun, me 7-8.000 lek në çdo puntat. Bukra fare që do shkonte dhjam që neve ta ashtu të kënaqeshim si publik, që t'na bësh qefi se fundja fare emision për ne është bërë, të shporrësh ta shporrin sonte. Por jo, do ta mbushim formatin një herë, ose rrezik çoj nominim brenda natës, a dëshironi juve ta mbani apo ta largoni? Publiku shkret si e ka ngërë 30 vjet. Se kështu ja dhanë dhe Mozës, për ta hequr të biçin a vete, ja hodhën prerë Mozës. Moza je ndjen e kërcënuar ti natë? Jo, thau, jo, ç'është, mbaj vetë gabimin unë. Zoni ta mbanin vetë përgjegjësinë duke përjashtuar, tha hajtë le Mozës neve se na duhet ta djoni se kemi olën brenda. Po doli ky do dal dhe unë, Allah. Ka plot jashtë. Po s'patët atje, po nuk patë këtë faj, se po vi po plotësoj unë numrin, e punë madhe. Po vetëm I hiqni se na shkaktuat ankth, për kokën tuaj na shkaktuat ankth. Unë nuk e di, po shumë I tmerrshëm. Jo, ne qenë me hankuar kot. Me gjithmend, qenë me hankuar kot na ajo, na çka ka ajo, ponari, çka ka ajo, prezantuesja e parë, se harrova saj. E na Luana, kotja. Okej, Luana kishte mendet të trupit I saj, të format e saj, të veshit e saj, ajo tjetra s'dinte se çfarë thoshte, po hajt, ama rregulla kishte. Se s'po pierdin as për rregulla, as për edukat, as për moral, as për respekt, as për asgjë.